Detyrimi im si kryetari i kuvendit është që të respektoj rregulloren dhe ta përfshi kërkesën për të kaluar në përshëndetje të shpejtuar një projekt ligj në rendin e ditës dhe ta kaloj ashtu siç e ka rregulloria në seancë për votim. Rregulloria nuk i jep asnjë të drejtë kryetarit të kuvendit të vendosë në emër të deputetëve të tjerë apo të vendosë veton. Sa i përket qëndrimet mia personale, nuk jam këtu për të folur për bindjet e mia, për argumentat e mia, nuk kam bërë diskutim lidhur me këtë kërkesë. Ju lutem mos e personalizoni sepse jemi 100% në zbatim të rregullores. Kërkesa me shumë seriozitet, pavarësisht se nuk u ngrit në konferencën e kryetarëve, u fut në seancë, ju krijua hapësira sipas rregullores një folës pro, një folës kundër, nga 10 minuta, u hodh në votim në mënyrë demokratike, u numëruan votat dhe u vendos siç vendosi seanca. Nuk jam këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve personalisht, shijeve, gustove, mendimeve të mia personale. Ju lutem tani vazhdojmë me zotin Bozdo. Mund të kalojnë edhe 5 orë zoti Braçë dhe mund të kalojnë edhe 5 orë dhe mund të kalojnë edhe 5 orë. Dhe do vazhdojmë të japim gjithë hapësirën e nevojshme të gjithë deputetëve, të gjithë krave për të folur. Minutazhi nuk ka rëndësi, mund të shkojmë edhe deri në mëngjes, siç ka patur raste, dhe kush ka për të folur do flas. Zoti Bozdo, fjala për ju. Zoti kryetar, në fakt në ka një çast që duhet të diskutohet një iniciativë e tillë apo çdo iniciativë që trajton problemin kryesor sot shqiptarëve, që është çmimi i naftës dhe mënyrën se si qeveria e menaxhon atë, siç bën gjithë qeveritë e tjera, të rajonit, Evropës, të botës, është pikërisht tani. Zoti Balla ju referua faktit që ishte në pamundësi për ta fundur rendin e ditës. Por kur keni pasur vullnet politik, me qenë se ra fjala tek Irani dhe rezoluta e Iranit, e keni futur në orën 12 të natës të një dite më parë, pa pyetur as po opozitën, duke i kërkuar dhe opozitës ta votojë qorrozi atë gjë. Pra, këtu nuk është më çështje ka apo nuk ka kohë. Këtu është çështje a ka vullnet politik apo jo. A ka vullnet politik të ulim taksat e naftës? A ka vullnet politik të ndihmojmë ekonominë tonë familjare, të ndihmojmë ekonominë prodhuese? Ky është thelbi i këtij diskutimi që kemi sot. Sepse çfarëdo që të ndodh me British Petroleum, me çfarëdo lloj çmimi ta sjellë ajo naftën, zoti kryetar, Shqipëria sot ka zero rezerva sigurie. Është në shkelje të angazhimeve ndaj NATO-s, në shkelje të direktivës Bashkimit Evropian, në shkelje të ligjit që ka miratuar vetë, që në 1999. Dhe çfarëdo lloj thot kryeministri për një model të ri apo një model të vjetër të menaxhimit të rezervave. Çështja është që nuk ka këmban, nuk kemi rezerva, zoti kryetar. Dhe ky është thelbi i kësaj gjëje. Dhe mbi të gjitha, kur do diskutojmë ne për çështje të strukturës së çmimit të naftës? Kur krizat këtë mbaruar dhe dëmit e të bërë? Kur fermerët mos punojnë më tokat e tyre? Kur ndërmarrjet tona ti mbyllin prodhimin ekonomik? Kur do të vijë kjo ditë apo kjo orë për shkak të procedurës që ne do ta konsiderojmë këtë? Unë mendoj që kemi të bëjmë me emergjencë kombëtare. Është debat i vonuar. Kështu që çfarëdo lloj arsyetimi procedurial nuk qëndron. Është vendimarrje politike e mazhorancës për të mos diskutuar absolutisht asgjë që ka lidhje me çmimin e naftës. E theksoj edhe një herë tjetër, e ndërsa flasim, si në asnjë vend tjetër në botë, qeveria jon po pasurohet nga çmimi. Po pasurohet nga ky çmim, se po fut në xhep atë që nuk i takon dhe nuk jep absolutisht për momentin asgjë mbrapsh. Këtë duhet i shpjegoni shqiptarëve, bashkë me faktin pse s'doni të trajtoni çështjen më të rëndësishme për ekonominë e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Projekt ligji është parashikuar për datën 30 prill, zoti Bozdo, në kalendarin që sapo kaluam sot, pra bëhet fjalë vetëm për një javë diferencë. Një javë, sepse me insistimin tuaj ka dhe një javë të gjelbër në mes. Interpelancë me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Andi Salla, kërkuar nga deputeti Erion Braçë. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 810 të Kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores kuvendit. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me situatën e prodhimit, përpunimit, tregtimit të qumshtit në vend.